Një traditë e viteve të fundit që është shumë e shprehur është iftar po jashtë shtëpisë. Restorane, oferta të shumta, a është i njëjti, po e tham se vop, si me thirr dikan iftar në shtëpi, me shtru sofrën në shtëpi, si me çu dikan me pagu iftarin në restoran. Pak unë kemë gushtu, po jo se tanaj po i ndohen gratë. Jo se tani gratë ma zërë të shpia. Po i themi në shtëpi, po thonë qëfar shpivër që në restoran dikon. Nëse mos më thetë ashtë të gruja, alhamdulillah, po dikujt i thetë ndështë. Unë jam iftareve tradicional. Në shtëpi. Pa. Edhe mua, kur është dënë me më dërue, ti më nëshme më quë edhe, s'po për mene jam s'tani po i bot marketing, reklam, po dijet cilë t'janë matë mirë, dhe me thonë restorante këtu në Kosovë, e ti më nëshme më thonë, kemi dy opcione. Restoranti me 7 yje në Kosovë, nëse ka, se s'ka, po të im 5 yje, edhe shtëpia, unë e përzjedhin shtëpi. Amo në shtëpi duke mos bo ngarkes shumë për gruën. Sigur dikush dënë mi që në shtëpi 50 vetë. Ku pe isha në vëlla? Mas pari nëspe kemi kushtet për ashtë. Amo për 3 vetë, 4 vetë, mu më ka ndodhë vitin e kalum, fila në restorani, kur kom shkune, pak para iftarit, 3-4 vetë. Ku jënë tirtë? Më të më du që jenë vanuj, jo, vëlla, o që ta. Më ka ponë qere që do me thonë kom dërshu, po te vëlla për 3-4 vetë që apona qënë 10 km për të qytetit. Pra, ma mirë është në për shtëpia nëse e në mundësit. Mirë, por nuk i ki mundësit. Nuk i ki mundësit. Ose ki shumë familjar dhe ti je i zënd. I person që i zënd. Në këtë rast, kam për qëllim hoxhalart. Në hoxhalart nuk mundem ishtë dë natë. Natën e parë, vlavi madhë. Natën e dytë, vlavi dytë. Natën e tretë, natën e katër. Misht. 15 ditë, tanaj misht. Tanaj bazanesht. Tanaj ata, ku ta dione, ty që ke vla Ramazanit, du të mi përgjigje dhe ftesave të besimtarve. Në këto raste, lejohet. Në këto raste. Ose dikush ka punëtor shumë. Unë e di kompani, këto në kryqytet, që naftojnë neve 150 punëtor. Aja është, normal që shpesën është 150. Pastaj efekti po është aty, pse infrastruktura e rregullume, hoxha po ngrihen kam, për ma një ligjerat të shkur, 10-15 minuta, për jep dhe informacione, po bëhet ndë një pyetje, po falet namazi e akşamit, edhe po shpërndarën, këto është në rregull. Ama ka 2 persona, burri për qëtë gruan, për jepin e iftar, fila ven. Gruja për qëtë burrin, ose motën, ose vllain. Këthe një shtëpive, vallaj, unë e kur nuk e harroj atë dashnin që kum pas kur vike Ramazani. Jo që kum dit, po vike hoxha, vishin agjallarët, vishin kusheret, vishin ata plesht e katunit, edhe di që bëjke një atmosferën. Na fëmijat e dera që tjetë. Sofran tokë, po. Sofran tokë, ka qenë. Po flasë për vitet e 80-ta, kur unë e moj men Ramazanin, amo, knatësie madhe. Mirë po tash, qatë knatësi po mundohemi me shiju në restorante. Sinqerisht, a pe shijojmë? Jo. Bile, por të pak të na është a njëhet se vokë këftar? Po. Nuk mundem një më po njëhet e u bo, e ka bo pagese në ushqimin e ke iftarin e ke hangër, ushqimin, po e ke shiju krejt. Mirë po, unë jam iftari asaj që t'i kthejmë traditës sonë, sa të kemi mundësi. Edhe i këshilloj, sidomos të rritë, po edhe burat, në përgjësi, kënë kujdes në për iftarët e tyne. Qysh agjerën të nditën, edhe agjerimit jep hakun komplet. Janë dalë për ushqimit, për i pije, për i fjallet, të këqia, për i krejtve janë dalë, edhe shkon atje një iftar, kur shkësh aty 50 vet, 100 vet, 200 vet, vanohet iftari, as nuk fillon me kosit dohet. E dyta, nuk i ku e falë namazin. Ka pas viteve të kaluar me raste, kur kemi shkue, në falë shpreje, toaleti ka qenë që atje, krejt aty lagd, falë me që aty dikon se që ne i ka ro kibla. Edhe u falëshin njerëzit në këpuca, të lovi, te ta servojshin ushqimin, se ndashta shërbimi pak i ngadalë shumë, ty të vike koha për me shku me falë namazin e atësis. Kështu, mas ngarkoni vetën kështu me këto iftare. Vesh nëse je nëj figur publike për shemull, sikur këta politikanë që pa tjetër du të me qenë aty, ose miftia jo në ndërrua që du të me qenë disa vene, s'ka qare. Atëherë është diçka tjetër, amo masa e thjesht. Rëne marrën e për shtëpia, thirrni njëri tjetrin, shkoni te njëri tjetrin, ju që s'keni me ligjeru, ju e keni let, se ju kur të vini në xhami, nuk, që me thonë, nuk varet xhamati prej jush. Ju shkoni edhe gjeni një vend. Na kem pak ma ftirë xhallar, se na po do të një iftare, mo kthye me shkuat në xhami 20 minuta, disa dhe ma herët dalin, edhe i këshillojnë apo ligjerojnë për Ramazanin edhe tema të ndryshme.